me na kursy neve që nuk dim shumë. Por ata unë do të pjesën e kursyve edhe Unë po mendoj që edhe shumë këto janë mendoj që këto janë shumë edhe stereotipe që nga krijohen. Sepse unë mendoj personalisht që martesa është një institucion familjar që po krijohet dhe pastaj besimit prapë po dalë ajo që janë personale, po sigurisht edhe besimi islam. Kur e zgjidhet besimit krishter, edhe e kundërta duhet ta gjejnë dikon që ja pranon fenë dhe ja respekton ato që i ka. Për ndryshe, na kemi rastin për shembull. Problem nëse sa është problem. Është problem nëse ti ja respekton fenë tjetër dhe ja pranon ndoshta profetin. Dëgjoj, do ka nevojë me shkutjet e profetit. Problemi i tillë. Problemi është, më fal që përgjigjesh se kesh ty fol. Nuk ka nevojë me shkutjet e profetit, përderisa ti duhet me pranuar me respektuar personin si person. Bravo. Patjetër. Edhe ai le ta njeh ato që i beson. Nuk duhet unë, as më thon dikuj një ma Muhamedin si profet, si musliman, as më duhet më thon dikush mu një ma Jezusin, mu si në mënyrën që sheshe. Thjesht, njihem mu si astret, unë e besoj mënyrën time dhe unë du me njoft si person këta dhe le ta një mënyrën e vetë. Me njoft besimin edhe me respektu besimin. Nuk është ti patjetër me mendu e tha prifti, nuk ka nevojë natë për shembull as me u shkruaj patjetër. Unë di edhe muslimane që është e martuar për krishter, mas një kohë okej, në rrethona caktuara, po mu nuk mi bë këtë krishter një person që e ka detyruar me shku mi pagzu fëmijët. Apo kupton? Ky është problemi të na që është kriju se nuk kemi halot aftë si shoqëri me pranu tjetrin edhe me lënë në bindjen edhe besimin e lirë. Për ndryshen për mua nuk ish dashur me kon kur problem, as nuk duhet me kon problem. Edhe për mua janë dy probleme në shoqërinë tonë. E pova që në mënyrë indirekte tha prifti po s'po më ndajt pa e komentu që pjesa që kush është për shembull islam, që ka bashkëpunëtori atina, se e kuptova mesazhin. Këto nuk du me një asnjëherë për i kërkuj, sepse është Zoti ai që e përcakton, pas nuk du me një as kërkon të më thonë mu, sepse unë e kom vrejt, unë e kom vajt një mjekër më të gjatë. Këtë ma bëjshin ke bojësis. Nuk kjo më është shoqësis islami. As nuk janë krishterë kryzotat. Edhe për mu, për shembull, ose si të nisi me fol për fe,